pyetjen e urrimit, i cili na përshëndet, thot selam aleikum, kam probleme me mbajtjen e abdesit për shkak të pikave të urinës. Më ka ndodhur që edhe 1 orë pas urinimit kur hyj në namaz të më ketë lëngësu urin. Shumë herë kur kontrollohem e vrej se më ka lëngësu një pik urin dhe pse kam pastruar organin gjatë urinimit. Më lëzoni si të veproj sepse dua një përgjigje. Pyetjet e këtilla mund të jenë tek disa njerëz edhe forma të vezveseve dhe të cytjeve me të cilat mund të ballafaqojnë disa musliman që ai të hyjnë në banjo, kry nevojën e kështu me radh, pastaj të pastrohet mirë, të merr abdes, mirë po në dalje apo edhe pas daljes pas një kohe mund t'i bëhet vezvese se mos vall ka rrjedh diçka apo nuk ka marr abdes si duhet e kështu me radh. Këso lloj vezvese mund ballafaqojnë disa musliman. Dhe këtyre u themi që kjo mos tu shkaktoj probleme, për arsye se këto janë vezvese që nuk duhet njeriu të jipet pas tyre, për arsye se nëse jipet pas tyre, atëre vezvesja do të shtohet edhe më shumë. Nëse ai ka hyrë në banjo dhe është pastruar mirë, pastaj ka pastru do thot vendin e kështu me radh dhe ka dal prej banjo, atëre mos ti çoj mend në atë çështje apo të supozoj e kështu me radh vazhdimisht kthehet ta shikoj vendin e kështu me radh, të gjitha janë këto vezvese. Mirë, po nëse realisht kjo ndodh dhe mund të ndodh te disa njerëz, atëre mund të jetë problemi shëndetësor që unë do ta kisha këshillu qoftë këtë shikues apo ata muslimanë të cilët ballafaqohen me këtë problem që të vizitohen te mjeku dhe të shikojnë se çfarë është në realitet problemi me ta. Zoti i dhe më së miri. Vazhdojmë tani me një